kaq. Adriatik Zotkaj ka deklaruar se në vitin 2008 ka marrë një borxh te ish deputeti i Partisë Socialiste Vladimir Kosta në shumën 19.7 milion, ose 200.000 euro. Borxh i cili ende sot në vitin 2025 nuk është kthyer. Prokurori ka vendosur të marrë në pyetje deputetin Kosta, deklarata e cilit është përdorur për të justifikuar pasurinë e Zotkajt, por duke rënduar pozitat e vet deputetit, që po ashtu u amnistua me këtë dosje. Lidhur me uam prej 200.000 euro akorduar shtetasit Adriatik Zotkaj, deklaruesi ka shpjeguar se kjo shumë është dhënë Adriatikut në formë huaje me afat shlyerje, por që ende nuk është shlyer. Deklaruesi ka shpjeguar se që prej vitit 1991 ka qenë administrator i firmës Lani SHPK dhe shuma prej 200.000 eurosh nuk është tërhequr nga ndonjë institucion bankar, por është akumulimi dividendve të kësaj kompanie, të cilat deklaruesi ka zotëruar kesh. Deklaruesi ka konfirmuar se aktualisht huaja nuk është shlyer nga Adriatiku dhe pavarësisht afatit 5 vjeçar, ai do të pres deri kur Adriatiku të jetë në gjendje të shlyejë huan. Duket se prokurori është mallëngjyer nga bamirësia e Vladimir Kostës dhe ka harruar të kryejë disa veprime të thjeshta hetimore për vërtetësinë e kësaj deklarate. Vladimir Kosta ishte deputet i Kuvendit dhe njësoj si shoku i tij Adriatiku kishte kryer deklarimin e pasurisë disa herë. Në asnjë nga ato deklarata nuk është pasqyruar borxhi i dhënë ndaj Adriatik Zotkaj. E dyta, shuma që thot Vladimir Kosta është 200.000 euro, e konvertuar me kursin e Bankës së Shqipërisë në qershor 2008 janë 24.5 milion lek dhe jo 19, siç deklaron Adriatiku. E treta, dhe më e rëndësishmja, Vladimir Kosta deklaron se këto para ishin të ardhura nga dividendet e shpërndar nga kompania Lani SHPK që nga viti 95 dhe i mbante